Miq të televizionit sot 7 mbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe për këtë javë këtu në Infoftes. Ne do të kemi sonte një infoftes muzikore. Kam kënaqësinë të kem në studio Bledi Kaso, këngëtar. Bledi, mirëmbrëma dhe mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit që gjetët kohën sot për të bërë një bisedë së bashku. Unë në fakt e kisha planifikuar prej kohësh, po po e thash në retorike sepse po një herë më përpara ka qenë një gabim i imi që nuk u rakordon dot. Jo, ju keni qenë me koncerte, datat gjithmonë nuk lejojnë asnjëherë. Publikisht për atë vonesë. Megjithatë më mirë vonë se kur. Shumë faleminderit për kënaqësi. Dua të mbetem së pari te karriera juaj, te karriera muzikore. Si ka nisur rrugtimi yt muzikor? Ka filluar qyshërë në fakt në shkollën 8 vjeçare, kur ishim me mësuesit e muzikës, duke kënduar në klasë. Dhe besoj ju evidentuar në ty. Edhe po fikse, dhe pastaj jemi marrë me shoqërinë, me kitara, derisa kam shkuar te shkolla e muzikës në vitin 2002. Për herë të parë keni kënduar para shokëve, le të themi. Po në klasë, tamam, e kujton momentin kur ke kënduar për herë të parë me publik? Në publik kam kënduar për herë të parë përpara pallatit, përpara pallateve në lagja time. Për një koncert. Këndonin poshtë. Unë bëjmë bëshin, mise bëshin. Po fiks, edhe neve ishim ata që këndonin përpara se sa të bëshin këto miset e këto gjërat. Ishim grupi që performonin. Këto kanë qenë fillimet e para. Pastaj në shkollë në pikniket që bënim me klasën. Kanë qenë këto momente. Po. Po kam qenë më shumë i angazhuar më vonë me një kishë protestante, që ka dhe këtu në Pogradec, besoj po, ka dy. Dhe atje kam mësuar kitarën, që kam mësuar fillimisht para se ta të shkoja në shkollë. Po, ka një njeri që ju dëgjoj për herë të parë, që tha, Bledi vlen në muzikë, veshi juaj është sinkron, i sintonuar. Po, në fakt është një kitarist që më ka dëgjuar dhe ai më ka emër? Po, Shkëlqim Dule, kitarist shumë i famshëm në Shqipëri, që orkestron këngë Bilesin, këngët e fundit që kam. Dhe tha Bledi ti tani? Po, më dha kitarën edhe tha, sa mirë që ke, sa vjet je, në çfarë klasë klasë 5, dhe ditë ke këto akorde kaq bukur, edhe më la kitarën, ose po mësonte, po dhe ai më ishte iniciatori që unë kam shkuar në shkollën e muzikës. Ke pasur idhuj në fëmijëri, në adoleshencë, besoj idhulli nuk ndëron, po... Patjetër, kam dëgjuar shumë muzikë tuaj në fillim, përpara sa dëgjuar muzikë shqiptare, kam dëgjuar Bon Jovin, Guns Roses, këto grupet. Pastaj kur fillova që po këndoja live vetë, u ktheva te këngët shqiptare, u ktheva te grupet shqiptare, te këngëtarë shqiptarë, Sandër Gjoka, Redon Makashi, Ton Deta, u ktheva te këngëtarët shqiptarë. Edhe aty e gjeta vetëm më mirë në fakt, them të vërtetën, sepse dhe muzika që unë luaj sot, është vetëm muzikë shqip, rallë, kështu bëjmë në një. Rallë janë këngëtuaja. Po, rallë janë këngëtuaja. Repertor shqiptar. Shqip. Pse ke marrë këtë vendim? Shiko, po ka nevojë publiku e ke testuar publikun. Po, nëse do jesh në ambientet live edhe shikosh të bësh dallimin në një ambient që këndohen këngë tuaja dhe në një ambient që këndohen këngë shqip, do shikosh që aty ku këndohen këngë shqip, njerëzit dëfrejnë më shumë dhe janë më të lumtur. Më të updateuar ndoshta në veshin e tyre në muzikën. Po, të paktën duket shumë ashtu të rezulton. Po, më duket mua, ndoshta. Bledi, si ka ndikuar familja në karrierën tënde muzikore? Si e kanë pritur ata? Po kam pasur një liri të mjaftueshme në fakt për të bërë zgjedhjen që unë doja. Ju dhanë ata lirinë e mjaftueshme? Po, kam patur lirinë e mjaftueshme dhe kanë qenë përshtetës në çdo hap që unë kam marrë në muzikë, kur kam ndruar shkollën, që kam nga gjimnazi i përgjithshëm që kam shkuar te shkolla e muzikës, më kanë thënë, "Okej, kanë aprovuar pjesën tënde. Lere këtë vit, u iku ky vit, vazhdoje këtu në gjimnazi i përgjithshëm, vitin tjetër shkote muzika, në vit parë prapë s'ka problem." Ka qenë një Më kanë mbështetur dhe më kanë dhënë lirinë e mjaftueshme për të kuptuar dhe për të ecur. E mban mend lokalin e parë ku ke performuar tashmë artistikisht, le të themi i pjekur si këngëtar? Lokalin e parë që kam performuar e mbaj mend ka qenë në Korçë në rrugë e Kampit. Çfarë ndjesie të ka lënë ai moment? Kam pasur miq të mirë, kam kënduar në fillim fare, kanë qenë me një këngëtar shumë të mirë, korçar,
Tomi Kondakçi, e përshëndesim. Kemi qenë bashkë, po. Po, edhe ka qenë një burr zotëri që e pa unë djali vogël shumë nga shkolla me baluçka me kështu. Kitarë në vit të parë në shkollë edhe sa mbi që këndon do këndosh këtu me neve, do performojmë çdo fundjavë. Edhe një ngotësi po. Se ka në rëndësi edhe ky moment. Edhe i kishte edhe mësoja nga ai dhe më vonë dhe nga kolegët e tjerë që kanë punuar, kanë mësuar shumë në ato vite. Ato derisa u shkëputa në Tiranë, basa ka qenë një periudhë 3 vjeçare që u kam kënduar në Korçë, në kohën që kam qenë në shkollë, te liceu, më vonë në vitin 2006 kam qenë në Tiranë, në nga buzuqet më të mëdha të Tiranës që ka qenë atë kohë, prestigji, kam punuar me emra goxha të mëdhenj, mosha ime ka qenë emra të mëdhenj. Në 19 vjeç kam qenë. Përmendim ndonjë nga emrat? Po ka qenë Denisa Gjezo, ka qenë në atë kohë, ka qenë njërë dhe... Po, jo se doja të përmendja Altin Shira ka qenë atë kohë. Ka pasur disa emra që se mos harroj ndonjë tani se edhe s'po më vjen. S'të vjen ndërmend ndonjëherë. Si ka evoluar stili muzikor në vite? Në karakterin tënd, le të themi, nga fillimi e deri te ky moment që Bledi këndon. Po, ka pasur goxha luatje sepse deri në momentin që ti kupton se për çfarë vlen më shumë, timbriot, vokaliot, çfarë vlen më shumë, çfarë shkon më shumë, duhet një kohë pjekurie mendoj. Edhe ka ndonjëherë është luftë e brendshme, të bëj këtë, të bëj atë, se ti mund të thuash që këtu jam më mirë, por pastaj Po, në fillim si çdo të ri unë të thash pak më parë kur më pyeta për idhull që të thash Bon Jovi edhe Guns N' Roses. Fillimet gjithmonë një ri ka me këngë rock, me energji, ndërsa tani është ndryshe. Shikoj ato që baladat, muzika qytetare, është shumë e bukur. Neve kemi edhe muzikë qytetare shumë e bukur, folk. Ne kemi dhe serenatën. Po, serenata është ne kemi në gen serenata. Edhe Korça apo Gradeci besoj, po edhe Malishi është në këtë habitat futemi. Po, është ADN-ja tonë. Unë në fakt e kam titulluar, ja jemi këtu, kam asistuar unë në një moment ku ju keni kënduar live. Kjo ka qenë një promovim libri, besoj. Ka qenë një, ndoshta promovim libri dhe ju keni qenë i ftuar. Po, keni krijuar atmosferë i dobët, tani janë shtuar kilet. Interesant. Edhe kënga ka qenë e bukur, për shkak të Akromaxit në tani nuk japim melodin, por këndshëm ka qenë. Unë e kujtoj këtë moment. Faleminderit shumë për videon që ka mbajtur. Faleminderit shumë. Sigurisht ju keni qenë edhe në evente të tjera në Gradec. Po. Festa të ndryshme, feste verës, dita e liçenit. Po ka pasur disa koncerte që kam qenë dhe kur ka qenë drejtoresh Dasara, kam marrë pjesë në disa koncerte edhe më vonë, edhe kur ka qenë Tani më vonë, edhe Tani është besoj akoma. I përshëndesim të dy që i përmendëm. Patjetër. Kam qenë edhe jam ndjer shumë mirë, them të vërtetën. Kam pasur mbështetjen maksimale edhe të kryetarit edhe të gjithë njësisë. E jam ndjer shumë mirë në koncertet që kam zhvilluar këtu. Do vazhdoni të vini? Po patjetër. Për shkak të miqve që kam rreth rrotull këtu, ti ju e dini që unë kam shumë miq këtu në Gradec. Unë e kam titulluar në fakt emisionin Të këndosh live si Bledi Kaso. Interesante. E di pse? Po. S'do shumë filozofi se Bledi këndon. Po thuaj se çdo fundjavë live. Po. E ke sprovuar veten, një këngëtar i mirë është ai që përballet me live. Ka shumë vite i lirë që e bëj këtë punë, ka shumë vite dhe në fakt unë e dashuroj këtë punë, e dua këtë punë. Çdo profesion në fakt kur bëhet me pasion, me dëshirë, është një emocion. Jep kënaqësi, të fal kënaqësi. Po, shumë kënaqësi të fal. Edhe besoj do ta kem gjithë jetën këtë emocion. Pse një pjesë këngëtarësh i frikën live-it? S'kan vokal, nuk din të përballen me publikun gjatë. Është për të ardhur keq në fakt kur dikush nuk është për atë punë. Ka qenë një moment shumë në modë, po edhe vazhdon në fakt. Po ka qenë një farë periudhë për së vërtetës, më fal që po ndërpres, ka dhe këngëtar të afirmuar
Që këndojnë live. Që nuk këndojnë live. Që nuk këndojnë live. Kemi pasur edhe këtë vit kanë qenë disa raste dhe të festet e birës kemi pasur këngëtar që konkuronin me këngëtar shumë të mirë live që ishin aty në festet e birës. Mua kjo më frike dhe më trempe dhe... Ka qenë një periudhë më përpara shumë, ka qenë një periudhë regatoni, kështu që në Shqipëri ishte një çrregullim total i muzikës. Po shikoj që nga dalë tani po shkon në aty ku duhet. Dua një përgjigje nga një profesionist si puna juaj, që është i live-it. Çfarë i tremb ata? Asnjëherë s'kam ditur ta evidentoj këtë fakt. Sepse nuk ata thjesht e kanë pasion, por nuk janë ta asaj fushë. Edhe pse i thon vetes profesionist. Po, ai duhet të duhet të shkojë në karaoke të këndoj për shefin e tij për me miqtë e tij dhe është në rregull. Nuk duhet ti zero rrugën një njeriu që është i aftë profesionalisht. Edhe të paktën ti duhet të besosh që ka shumë të aftë rreth e rrotull që edhe ju i dini mirë dhe të gjithë që ja uzën vendin përpara shumë njerëz të paftë, me miqe, me parara e me nuk e di, e kuptoj. Por gjithsesi, ai që është mbreti i live-it... Live është, ju e dini, del Sandër Gjoka në live është Sandër Gjoka. Del Redondes. Falë Zotit edhe unë kam shumë vite dhe jam, si të thuash, profesioni të bën usta pasaj. Nuk e bën ndryshim, patjetër. Vitet janë treguesimi i mirë. Keni qenë ndonjë përballje me këngëtar jo live, përmendët disa vete. Po, kam qenë dhe them të vërtetën të Si ndjen ata para një këngëtari që performon live? Se kam problem fare, nuk e kam problem se ndoshta nuk e kuptojnë çfarë është ajo gjë që bëjnë, po T'ja ulem, da kene ndërgjeshjen e tyre. Po, edhe koha, në fakt, i seleksionon. Po, është ajo që të thash pak më përpara. Ka filluar, unë kam parë vitet e fundit që muzika live, po të shikosh edhe festivalet që bëhen nëpër televizione tani, janë live. Po, janë live. Janë live. Edhe emisionet që po bëhen tani janë live nga këngëtarët edhe nga bendi dhe nga orkestra. Sepse neve nuk i kishim as bendet, as orkestrë nuk i kishim live nëpër televizione. Çdo gjë ishte plebet. Televizioni është ajo që edukon masën, edhe një farë përgjegjësie, një përgjegjësi më të madhe me do e ka media, e ka televizioni. Po patjetër. Ndikon, nuk e vën dyshim. Ka një sekret për të kënduar live? Mjafton ta bësh me dashuri dhe ta bësh i sinqert, sepse njeriu që ke ti përballë që është duke të dëgjuar të kupton kur ti po e gënjen duke kënduar apo je i vërtet në atë fjalë që po thua. Po ti mund të jesh live, mund të jesh këngëtar i live dhe e gënjen. Apo duket stonimi. Duket kur e nxjerr nga shpirti atë që po thua. Duket një gjë që e thua shpirtërore dhe. Ndodh me ju këngëtarët e live-it ndonjëherë të bëni sikur shiko, ka kolegët e mi që e bëjnë edhe ndoshta e bëjnë për hir të punës, sepse nesër ose diku do jenë përsëri live me ditë të tëra dhe nuk duan të lodhen sepse do shkojnë të nderohen dhe të një live tjetër. Edhe disa momente në ato notat lartë akute kështu mund t'i kamuflojnë pak. Kjo është për shembull. Po ka patjetër. Por gjithsesi ai që është këngëtar i mirë, ka problem fare, nuk ka problem fare, por nuk bën sikur dhe nuk ka nevojë as të ngrosë zërin, as të bëj çuditëra. Ka një këngëtare që ti ke kënduar live, patjetër që ka. Për emër, le të themi të njohur, VIP. Të njohur, po. Patjetër që edhe ju jeni. Pothuajse kam shumë vite që këndoj live, pothuajse me shumicën e këngëtarëve. Profesion ndonjërin prej tyre. Po, Sandër Gjoka do them është një mbreti i live-it dhe një vokal që mua më pëlqen se është edhe pun gustosh ajo. Dikujt mund t'i pëlqejë një zë që është më i ëmbël. Jo, nuk e vë ndryshim që ndodh edhe kështu, por ndonjëherë maten forcat kur je në përballje të tilla. Duhet ndonjëherë të mos tonosh. Është ai mirakull që jo, është një emër i madh. Kur ke disa vite që këndon nuk e ke fare atë të stonimit, jo. Nuk e ke dhe madje dhe kur je i ndërgjeshëm me veten tënde, e ke kënaqësinë që po performon me atë dhe nuk e ke mendjen as të dalësh si për ti dhe as të marrësh ndonjë benefit nga ai. Më shumë se ai. Po, është vërtet ajo që ti kënaqesh se je duke kënduar me atë që më pak më përpara ke pasur dhe idhull, si të themi. Keni performanca të tilla shumë? Po thuaj se
pak më përpara kam pasur goxha më shumë, tani jam i fokusuar vetëm në Korçë, shumë rrallë dal nga Korça, për fundjava, them, edhe aty në Korçë dakord kemi, po janë koncertet dhe festivalet që na bashkojnë bashkë. Mbetemi thash tek pjesa e fundit me festivalet, koncertet. Gjithmonë te pjesa e live-it, dua ndonjë emër VIP, edhe më VIP. Po me dhezit Prifti, me Endrin e me Stefin, kemi performuar goxha kohë, sidomos në dërmi gati një 5 vjet i lirë, gjatë verës atje kemi qenë darkave dhe kemi pasur dhe ne të bukura, sepse mbas live-it, që bënim ati deri në orën 12 e diti, sepse pasaj ndërpritet, po, ne menim kitarën dhe këndonim për qef, pasaj deri në 5 të mëngjesit, nuk e di. Shiko, më ka bërë përshtypje, larg dhe afër jemi me Maqedoninë e Veriut, por atje nuk ka kufizim të muzikës. Pas orës 12 atje vazhdonte muzika, edhe pas orës 11 në net të tjera. Shqipëria e ka futur këtë, unë s'po e quaj standard, po këtë lloj kulture të ndërprerjes së muzikës në orët e vona. Është mirë, është keq. Atje ku ka banor dhe ka banesa, është logjike që duhet. S'duhet në qendër qytetit, por larg qytetit. Në qendër të qytetit vajtë ora 12, po, patjetër. Po kjo është sankcionuar në Shqipëri. Se ç'pun të prish ty Kazargacën në Majtë të Malit ku punoj unë, ç'pun të prish ajo të mos vazhdoj në Majtë të Malit. Nuk e shqetëson. Jo, asnjë nuk shqetëson fare. Në fakt kjo është një po duhet të ketë klauzolë aty në ligj, duhet të ketë klauzolë në ligj. Opinioni jot është që s'duhet të ketë një lloj kufizimi të tillë. Po, jo vetëm në qytet, dakord. E kuptoj, në zonat e banuara, qendrat e banuara, ku shqetësohen njerëzit. Në lokale që janë larg, le të themi, pjesës banuar, sepse kushdo që tjetër edhe unë ta kem shtëpinë atje afër një pubi në qendër të qytetit, po. Nuk durohet zhurma e tepërt. Jo se më ka bërë përshtypje, ne kemi qenë, thash jemi afër dhe larg, dhe larg në nuk e dija këtë Maqedoni funksionon. Po funksiononte pas orës 11-12 deri në orët e para të mëngjesit mund të këndoj, nuk ishte kufizim. Në fakt nuk kam qenë në Maqedoni me këto. Por Në them edhe është fakt. Ditë të them që në Greqi nuk është si këtu. Edhe Greqia ka këtë. Po e ka kufizimin, po. Po themi për ambientet e hapura që janë nëpër pazare, nëpër pastaj në. Megjithatë mund të ketë një lloj regulatori të tjerë. Po patjetër. Jenë këto lokale të larg. Po, që larg edhe që nuk bezdis, nuk del zhurma jashtë, ku ti e mat me decibel që nuk ka. Po, nëse ti ke standardin që nuk bëj, po, pse mos bësh muzikë ti? Kush e ke qenë këtu? Shpresojmë që ditë më mirë kemi edhe në këtë aspekt me vetrregullim ose edhe me një, ku diun, projekt ligj që shteti mund ta ndoshta derisa të vim në atë standard, në atë fazë kemi punë për të bërë para. Okej, edhe një pyetje para se të kalojmë tek pjesa e dytë. Periudha e pandemisë që deri diku e mbylli vendin edhe ndërpreu të gjitha veprimtaritë, si ka qenë për ju? Ka qenë një periudhë goxha e vështirë si për të gjithë njerëzit në fakt. Unë në atë vit po përgatitesha, isha në Dërmia që ku performoja çdo natë, se këndonim çdo natë dhe një mëngjes të bukur lexoj atë lajmin që mbyllet vendi. Mbyllet vendi, ne kishim vetëm një javë që kishim filluar. Mbyllet vendi dhe unë nga i deti bukur, kështu që isha në sazon e kështu, detyrova. Po, mora qatë ditë jam kthyer. Qatë ditë jam kthyer dhe pastaj si vrat ato muaj edhe po në shtëpi me prindrit që ishte ajo faza që po thonin të gjithë. Keni kënduar në shtëpi, keni kënduar sërish para pallatit. Jo, për në shtëpi po, me telefon me këto rrjetet sociale. Dilnin dritare dhe argëtonin. Dritare në rrjetet sociale kam qenë live disa herë, edhe me miqtë e mi bashkë, me Njalla Qandrejnë. E keni prekur këtë moment. Po. Edhe jemi pastaj me prindit në shtëpi, duke bërë ato lojrat e zakonshme, duke menduar për gatimin, kur gatuan më mirë, pastaj filluan. Ashtu ishin kushtet, nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Në fakt, ne kemi edhe një kitar sonte këtu edhe do këndojmë ekskluzivisht patjetër me shumë kënaqësi. Unë u them shikuesve që mos ndërrojnë kanal edhe të ndjekin performancat e Bledit Enkas pra ekskluzivisht për Infoftes. Më parë kalojmë publicitet dhe do kthehemi pjesën e dytë. Your hair color is as beautiful as mom's back in the day. Long-lasting, intensive, and caring colors. From Palette, Europe's #1 in coloration. Palette Intensive Color Cream for all shades of life.
Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic. Skip zbuloi sekretin për të gjitha llojet e njollave dhe me që i njohi më mirë, ne kemi krijuar Skip Active Clean. Skip Active Clean ofron rezultatet më të mira në menjanimin e njollave të forta, fal fuqisë së tij të zbulimit të njollave. Skip Active Clean, partneri juaj kundër njollave të forta. Ruajeni në vende ku nuk arrihet nga fëmijët. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy in this doing you ain't never seen. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqizint me Dardanët. Bira Vatan na bashkon. Publiciteti na ka rikthyer sërish në studio, jeni duke ndjekur live info ftes këtu në Sot 7. Me mua Avion ti jeti ftuar në studio Bledi Kaso, këngëtar. Jemi live, po flasim për live-in. Po, shumë kënaqësi në fakt. Flasim për atë që është e gjallë, live do të thotë e gjallë. Ju e morët në fakt edhe kitarën pranë. Po, e morën në fakt edhe më ngacmoj sot një bisedë që bërëm së bashku për verën. Një poezi që ju e kishit shkruar dhe pastaj ishte bërë teksti këngës së verës. Teksti këngës së verës. Kompozuar nga Raymond Gusha. Edhe më kujtua dhe mua një këngë me tekst të verës, po në këtë rast e ka bërë Omar Khayyami. Vargjet e Omar Khayyami. Vargjet e Omar Khayyami. Po mirë, mund ta marrim. Edhe na ndihmon në fakt operatori, po. Redi pak më i gjallë. Natë kur flija, më tha shpirti pi, në gjumë dhe në varë, s'ka lumë turi, saron s'vras kupa, s'vras kupa e put shupa, keshe kuj të flesh, në qetësi, kur të gjesh verën, pije pa me dua, kur të gjesh vajzën, puthe pa pushua, si mjera i, që dashuri s'ka ndjen, dhe zemra si ka dritu në brave. Omar Khayyami është Omar Khayyami. Po. Mundohemi t'i afrohemi. Por dhe poezia juaj më pëlqeu shumë, të them të vërtetën, dhe e them publikisht, në qoftë se do të bashkëpunojmë për një tekst, do bëjmë një tekst për verën dhe për
për qytetin, për Gjolin. Po, ma pa tjetër, e mendojmë, Bledi. E mendojmë. Tani e shikoj që këtë jo në shtrëngoni kitarën është... Dashuria e parë. Dashuria e parë. Mike juaj më besnike. Po, të them të vërtetën, po. Është një njeri që i beson edhe ti dihesh mirë. Është shtrenjtë kitara juaj? Jo, nuk është shtrenjtë. Nuk është shtrenjtë, në anën monetare nuk është shtrenjtë, po në anën shpirtërore dhe emocionet që përcjellë shumë. Po, patjetër. Prej sa vitesh është bashkëpunëtare me ju? Kjo që keni sot. Se ndoshta në fillesa mund të ketë qenë tjetër. Jo, kjo që kam sot është e re. Është e re. Nuk është ajo kitara. Po e ruani atë të performancave të para? Jo, nuk e kam të vërtetë, sepse atë të performancave më përpara e kisha borç, e merja borç të një shoku im. Pa i shoku duhet jetë me shumë fat në fakt. Në ditë edhe mund ta sheh se ka në Greqi akoma, është në Greqi ka akoma me vetë atë kitarën. E kuptoj. Dini ti bini vegle tjetër muzikore? Po luaj pak në bateri luaj pak. Nëse shumë ti këngët, performancat ti keni me kitarë? Pa tjetër që po. Kitara është dhe ajo që të frymëzon për të kënduar, për të menduar atë që ti çfarë po këndon. Sepse shumë e rëndësishme që të performosh një këngë duhet më përpara ti ta mendosh mirë në mendjen tënde se si do ta trajtosh atë këngë. Sepse çfarë do t'i japësh ti asaj këngë. E kuptoj. Edhe kitara më ndihmon shumë në fakt në këtë aspekt. Edhe ndjem mirë që e ke pranë. Ka një ritual që u shoqëron para se të ngjiteni në skenë? Po, bëjat lutjen time që themi, o Zot na ndihmo, na bëj të fortë të kënaqem mjesdit. Kemi atë ritualin kështu që shikojmë Zotin edhe merrem i vesh me. Sigurisht. Dorën në zemër. Dorën në zemër shikojmë Zotin dhe pastaj për të kënduar. E kuptuam ritualin. Keni testuar publikun, ka një këngë që ka shumë qef në performancat tuaja live? Zakonisht publiku ka qef këngët disa, po. Ka disa këngë, ka shumë këngë që publiku i ka qef edhe janë këngët që janë masive. Këngët që janë sa më masive tjetë këngë, aq me e pëlqyer është në live. Në qoftë se ti do këndosh këngë që po këndoja më pak më përpara në një live, ka tjetër impakt, janë disa njerëz që kuptojnë tekstin edhe melodinë edhe e vlerësojnë. Shumica, në qoftë se më do këndoja Xhamadani via, për shembull do kënaqeshin me Xhamadani. Që është një këngë shumë e bukur, po është masive, është këngë masive. Është pjesë e repertorit tuaj? Po, patjetër. Ka fjalën që një këngë masive është më e pëlqyera dhe ajo është me rita çdo këngëtar që këndon live të këndoj këngët sa më. Po nga repertori juaj? Nga repertori im po, ka disa këngë që unë performoj. Ti luaj diçka? Po patjetër. Na i thoni edhe titullin e këngës. Çdo mëngjes për shkollë ti kalon, për mbi syri me litë të lehtë, hapin e shkujdesur, bluzën e shkopcitur, çdo mendim më turbullon. Sa do doja t'isha sot një herë e lehtë, T'ledha doju flokët ëndërroj, mbi buzët e tua, dua të qëndroj, vetëm ty më meriton. S'dua të humbë çdo moment, pa ty e pa fund, po më dukesh të pres, unë ta them, beshti sa e bukur më dukesh më çman, ti vërtet më çman. Faleminderit. Kënga titullohet Ti vërtet më çman. Vargjet janë të Pandilaçës, ministrit Pandilaçës. Keni bashkëpunuar së fund me për disa këngë të tilla me Pandin?
Po, për disa këngë, pjesa me madhe e këngëve time janë të shkruara nga Ministri Pandilaça. Kam edhe tekste të tjera që kam bashkëpunuar me Eriona Rushitin, kam qenë në një festival. Edhe kështu edhe një këngë që do bëjmë së bashku. Okej. Ka patur një moment sikletshëm, Bledi? Po, janë disa në fakt, disa momente cikletshme, sepse njerëzit nuk kuptojnë, në base edhe pija dhe po të them një çast të moment të shtunës që kaloj. Duke kënduar disa këngë, më vjen një çunë dhe kërkonte një këngë që unë nuk e dija me pushkë se si ishte ajo kështu, ishte nga Veriu. Nuk e kuptoj dhe atë sensin, që anë detit kërkosh këngë me pushkë në Korçë. Megjithatë, u po këndoja e bëra që pak më vonë, thashë që do ta vija në laptop ose që të updatohesh patjetër që ata ta dëgjonin këngë. Duke kënduar edhe këngë tjetër, vjen pra po, dua tha po unë dua tani tha këtë këngë. Duhet të ndërprisja unë. Atë që ishte janë momente të vështira në fakt, janë momente që në fakt ne jemi mësuar dhe në fakt ju si e zgjidhet. Po, e mbarova këngë. E mbarova këngë dhe e iftova pasaj ta dëgjoni, ta Jo, ata kujtojnë që këngëtari është shumë dimensional edhe në moment mund të riprodhoj edhe diçka që... Po, imagjinohet me atë korçaqen tonë të këndojnë ke nga Veriu është pak... Jo, mund të këndosh, mund të këndosh disa, po që... Nëse ti ushtrohesh të rediku edhe... Megjithatë ju duhet të bëni pjesë të repertorit tuaj edhe këngë të tilla. Po, kemi në fakt. Vetes si duhet... Kemi në fakt, se bëni, pasaj kënduam e Gjim Bashën, kënduam Tropojën, Vallën e Tropojës. Normal që kemi, pa tjetër. Kemi nga të gjitha treva, ti bashkë kemi qenë, besoj. Unë kam qenë disa herë në fakt, ju kam dëgjuar live. Po, edhe kemi s'kam kuptuar që ka pasur probleme zakonisht jo, as teknike, as situata që lënë ndonjëherë për dëshirë. Ai ambienti që jeti është me janë njerëz intelektual, janë njerëz të vlerësojnë dhe të lejnë të bësh atë që do të bësh ti. Edhe është tjetër universitetit jemi kënaqur në fakt. Po, është tjetër, është kënaqësi për ne ajo, kur kemi njerëz të tillë përpara që këndojmë sepse edhe repertorin e kemi të zgjedhur në ato raste, sepse këndojmë për njerëz që nuk duan këngë masive dhe jo duan këngë më shumë shpirtërore. Artistët, në rastin konkret këngëtarët, por edhe ne njerëzit e ekranit deri diku, se s'do të di spektatori je sëmur, je mërzitur, je ke hallë probleme, ndoshta tek këngëtari edhe kamuflohet pak më shumë, po ndonjëherë kur je i sëmur, ç'ndodh me zërin? Apo detyrohesh që të mbështillesh, të ruash zërin, të ruash kordat? Ato po do t'i bësh. Do pish edhe 1-2 kana me çaj në shtëpi. Do ta thuash dhe atë para se të këndosh Lora falni për performancën sot, sepse jemi me gripin e stinës, edhe pastaj duke kënduar, duke ngrohur zëri, duke ngrohur kordat, të kuptojnë njerëzit janë gjëra normale, nuk ke probleme. Janë gjëra normale, besoj. Do ishte mirë që sigurisht të jetë me mira e performancës kur ti ke keqja është kur ato të ndodhin të dëgjuar live edhe... Po, e keqja është kur ato të ndodhin në për evente madhështore, them, sepse në një natë live, kur jetë duke kënduar... Ju evente madhështore që janë festivalet? Festivalet, po, ato janë festivalet normalisht. Festivalet janë kurora e këngës shqiptare, besoj. Edhe për këngëtarët, edhe për... Në fakt, do doja të mbeteshim pak tek festivalet dhe karriera skenike. Juve thatë vitet e fundit, po këndohet live edhe aty? Po. Përveç se këndohet live, ke bendi live, ke orkestrën live. E kemi diskutuar dhe që parë në kafe, s'kam më bukur dhe më mirë të kesh orkestrën e madhe të radio-televizionit. Mrekulli, besoj të këndosh. Të jesh edhe juve, në qoftë se do jeni atje me të rrethuar nga një orkestër që janë... Kam ndjekur disa net... Në fund ata janë dhe orkestra me e mirë në... Net finale në të festivalit këngës në radio-televizion. Të festivalit shqiptar flas, edhe është emocion i bukur. Emocion shumë i bukur dhe... është magji orkestra. Do gjithmonë që ta provosh ta kesh atë ndjesi. Ka një ndjesi të veçantë. Ti e ke marrë këtë ndjesi? Po edhe më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë ajo që ndodh aty në atë skenë. Vërtet është një gjë magjike, Milir. Një ndjenjë që e provon një këngëtar
Edhe ajo është që të dashurohesh me profesionin, dashurohesh me këngën. Pra të gjitha këto që sa po the, leti përkufizojmë me atë shansin e madh për të marrë pjesë në këto festivale, sepse vërtet është shans. Nuk përzgjidhe shkollaj, kënga duhet të zgjidhet, po këngëtari... Ka disa kritere. Janë disa shkallë që kalohen. E para është që duhet të këndosh live, e dyta është që duhet të keshi material shumë të mirë, shikohet teksti, nuk është më si që ishte ato vitet që të thash ishte e regatoni, po. Tani po shikohet teksti prapë, po vjen vlerat aty ku duhet. Në fundi duhet përmbajtja. Teksti përveç vjes melodike. Teksti është kënga. Teksti është kënga. Më përpara prandaj ka funksionuar shumë mirë festivali. Spektatori pastaj ka më të lehtë dhe më të thjesht ta mbaj mend këtë tekst. Po më përpara prandaj ka funksionuar kaq mirë festivali. Se ka pasur emra si Julian Arganxhi, ka pasur emra Arben Duka, ka pasur emra të mëdhenj. Jorgo Papinji, po. Agim Doçi. Ka pasur njerëz penat forta shumë, edhe kanë qenë ashtu të bukura festivalet, përveç kompozitorëve që kanë qenë. Sa festivale keni provuar, Blet? 3 festivale. Jam në 2 festivale këtë vit. Këtë vit i kemi 2 surprizë, është festivali i madh i dhjetorit, festivali kombëtar. Kombëtar që jam me një duet atje. Jam me një duet me një këngëtare, super këngëtare do thoja, dhe me një vajzë artiste, me Gresa Gjocerën. Kemi pasur në një bashkëpunim të Kënga Magjike me Gresën. Ka qenë një këngë shumë e suksesshme në gjykimin tim. Ka qenë shumë e suksesshme. Unë e dua shumë atë këngë, është këngë shumë e bukur. Do t'ju ndjekim me këshëri edhe do t'ju duar trokase. Po më përpara kemi festivalin e Kosovës. Ju jeni tani tek festivali i Kosovës. Po, që bëhet në datën 6, 7, 8 nëntor. Që nga afër fare. Po, është afër javës tjetër. Ju performoni edhe në festivalin e Kosovës. E Kosovës, po. Është viti i tretë. Është viti i dytë. I dytë. Po, është viti i tretë i festivalit. I gjatësisë festivalit, që i urojmë edhe të vitet të tjera. Qindra vitet të tjera. Dhe viti i dytë që ju merrni pjesë. Po, është viti i dytë që unë marr pjesë, edhe është një energji shumë pozitive në ai festival, lirir. Ka një energji shumë të bukur dhe janë njerëz shumë mikprica. Shumë mikprica dhe më bën që të... Uroj që edhe aty të keni një çmim. Shumë faleminderit. Në fakt, megjithëse këngët që i mbeten publikut nuk janë te kategorisë. Pjesa e çmimit, po janë ato që koha i vlerëson. Të them të vërtetën, nuk biseda asnjë që unë do shkoj me këtë këngë dhe do fitoj. Dua të fitoj një çmim ose dua të jem pjesë e një festivali, po të jem me dinjitet. Të jetë një këngë e bukur, të jetë një orkestrim, një aranxhim shumë i mirë menduar, të jetë një poezi siç duhet. Edhe unë të kem një performancë të jetë në lartësinë e këtyre të 2 komponenteve që thash. Edhe ajo është çmimi tim. Pastaj ato çmimet e tjera janë që në fund fare ndodhin ta jap publikut, është një gjë e bukur, është një gjë bonus, është një gjë bonus. Po rëndësi ka se na zuri pasioni tash po. Jo, se na duhet këta. Jeni kantautor në 2 festivalet? Po në 2 festivale kam qenë kantautor, kam qenë në vitin 2012 kam qenë në Top Fest me një balad që kam shkuar vetë. Pra keni qenë dhe në Top Fest? Po, kam qenë në Top Fest. Po, kam qenë në 2012 në Top Fest. Kemi qenë në Kënga Magjike me duet, siç të thash, me Gresën. Festivali dhjetorit, festivali Kosovës. Kam qenë në festivali 62, kam qenë vetë, edhe vjetë kam qenë në Kosovë, në festivali Kosovës. Atëherë, le të themi një gjë ekskluzive për këtë emision, besoj se ka ndonjë çedim që ju thoni diçka këtu për herë të parë. Këngët janë sërish vijnë si kantautor apo kanë kompozitor? Jo, festivali Kosovës është në Prag i Kosovës dhe i dhjetorit. Po, i Kosovës teksti është nga Pandi Laço dhe i orkestruar dhe kompozuar nga Endrit Çani, kënga. Ndërsa në festivalin e dhjetorit dueti është shkruar përsëri nga Pandi Laço dhe orkestruar nga Jeris Kaso, një kompozitor i ri. Edhe i talentuar. I talentuar, shumë i talentuar. Falenderoj. I falenderoj të gjitha që përmenda. Të uroj shumë suksese në këto premiere të quajt këngës edhe. Shumë faleminderit. Natyrisht janë fest, një lloj feste shpirtërore këngës festivalet. Skena artisti ka nevojë për skenën. Edhe thosh të gjithmonë këtë
i ndjeri Dimitri Orgos, kam patur fatin, kam punuar shumë vite. Dhe unë e kam njohur personalisht dhe një emër jashtëzakonshëm. Kam pasur fatin, kam punuar shumë vite. Jo vetëm filmi, teatrit, interpretimit, por edhe regjisë. Po, në Maliq aty ku unë edhe punoj, ju e dini, kam pasur fatin, kam punuar 12 vjet me profesor Dimitrin. Kemi mësuar shumë për qëndrimin skenik, personalitet i fuqishëm në fakt. Shumë i fuqishëm. Ka qenë një nder dhe respekt i veçantë për mua, dhe jo vetëm për mua, për të gjithë, jam i bindur për të gjithë atmosferën që ka qenë, për të gjithë njerëzit që kanë qenë aty. Edhe është emocion i bukur në fakt. Po jam me fat që e kam njohur dhe kam mësuar. Bledi, më shua edhe një kuriozitet, si ndryshon, le të themi, mënyra e të kënduarit kur je live përpara, le të themi, një ambientin lokal edhe përballë një sallë me spektator masiv në festival. Po është një përqendrim normal, si thuhet, është një përqendrim me mishe me shpirt aty në festival. Ndërsa ndjesia të kënduarit besoj është një lloj. Ndjesia është më ndryshe sepse jemi i lirshëm. Nuk ke përgjegjësi. Në lokal jemi i lirshëm edhe sepse s'ke përgjegjësinë, sepse në festivali ka përgjegjësi të mëdha mbi supa. Ke përgjegjësinë e kompozitorit, të tekstruesit, të orkestrës, sepse i nxjerr të gjithë në erën, nëse bën një gabim të vogël, i jep të gjithë në erë ata. Kurse në live s'ka problem. Po, ndjeni më i lirshëm në live se sa në skenë e festivalit. Përvoja më e bukur në një festival, nga këto që ne përmendëm. Përvoja më e bukur ka qenë dueti me Gresën. Edhe vetëm nga titulli i këngës Zemër për zemër, i këngë shumë e bukur që i ka mbetur kohës. I ka mbetur kohës. Ty është në YouTube edhe ti kërkon edhe sigurisht edhe. Është një këngë shumë e bukur dhe na përfaqëson dhe ne si tipa me Gresën, tipa pozitive kështu në të menduar dhe në marrëdhënie. Për ju si artist, sa rëndësi ka vlerësimi publikut nga i juris? Se kemi dy vlerësime të ndryshme. Po të dyja janë domethënëse dhe të dyja një për mua i vlerësoj maksimalisht. Ndoshta festivali e ka huazuar pak edhe këtë pjesën e publikut tani. Festivali ka bërë nder festivalit, po. Duke marrë edhe shkas nga vjet, nga kënga zjarë me Shkodra Elektronike, që ishte një votë unanime e popullit. Dhe ju po më thoni ndoshta dëshira që edhe emra të mëdhenj tani janë afruar festivalit kombëtar shqiptar, duke parë që edhe të ri shumë, duke parë në shritur konkurenca, duke parë që fitoi një këngë që kapin dëshmërinë e publikut. Një emër që s'ka qenë diku fare. Për pos emrit, po efekti këngës u pëlqye dhe nuk u zhgënjue publiku me çmimin. Ajo është vendosur tani që nuk ka rëndësi emri, s'ka rëndësi produkti. X këngëtar shkon në festival, ka një thashë themnaj, do jetë ky fituesi i këtij festivali. Po, si nxjerrin këto sondazhe, që nxjerrin këngëtarët, edhe 70% e fiton Fifi, 40% e fiton Inglisi. Kanë nxjerrin. Nga vjet nuk funksionon. Duke s'ke dëgjuar këngën, po. Vjet e treguar në këtë, domethënë që nuk ka rëndësi emri dhe nuk ka rëndësi sondazhi, sepse nuk është futboll ajo dhe si ka qenë ndeshja e fundit, si është paraqitur. Dhe publiku e priti mirë këngën. Po patjetër. Ishte një këngë fantastike. Ne jemi krenuar me atë këngë në Eurovision. Ka qenë një këngë që për mendimin tim ka qenë nga më të mirat. Nga më të mirat. Nëse shpalleni fitues për Eurovision? Me Gresën do ishte shumë bukur. Është augur i mirë dhe unë uroj që fjalët e mia do ishte shumë bukur. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Do ishte një duart e Zotit, do ishte një mendjen e tij. Do ishte një ëndër ajo, ishte një gjë shumë e bukur. Uroj çdo njeriu në fakt për te modestisë, sepse njeriu duhet të luftojë. Patjetër. Shumë faleminderit. Ti si zgjedh këngët që interpreton? E dëgjon përpara vijën muzikore? Jo, në fakt është një bashkëpunim me kompozitorin kur ti flet dhe i thua që shiko, dua një këngë kështu i jep ato indikacionet kryesore. Po, si do strofat kështu, refrenin këto, edhe ai pas një kohë thotë shko bledi se kam këtë demo, e dëgjon, po. Në qoftë se ty të fle ajo demo të fle mirë, ti thua në qoftë se ashtu provon diçka tjetër, i jep domethënë koordinatat e ai ti të edhe bashkëpunon. Po edhe me tek shusin të njëjta që bashkëpunon, thua shiko,
si mendon sikur ta kemi në këtë lloj teme, sepse shkon me melodinë, Në fakt është pak vështirë për ta ndërtuar dhe pastaj ndoshta i mbetet fjala e fundit kompozitorit, këngëtarit për të hequr lidhzashtuar. Pjesa më e mirë që bëhet është kollaj është që të kesh poezinë dhe i jep melodinë, ato për punimin kryesor pastaj. Ajo ashtu është perfekte. Ashtu është perfekte. Pra dorën e parë të le të themi autorit tekstit ju edhe më tepër punoni për mua e para është teksti. Koncentrat, po. E para është fjala dhe në Bibël thotë e para është fjala. Që sa vin të gjitha me radhë. Nuk i kem as nek sa ide. Mbetemi e mbyllim me pak muzikë të pjesën e dytë? Po, patjetër. Nuk më tha ndonjë këngë shumë për të apo të këndoj një këngë që e këndoni shumë nuk të më po grades prica. Lulen e vyshkur dhe pa erë në mes të librit e shikoj dhe shpirti i prap këtë erë një vak me ëndra se qezjon Lulen e vyshkur dhe pa erë në mes të librit e shikoj dhe shpirti i mbrap këtë erë një vak me ëndra se qezjon ha për kujtim tati takimi ha për një ndarje plot trishtim ha për një shtipi këllimi Voj lule fuset pa marim Kur në zosh pra verë thua Kur së këputi edhe ku Një dore njo a e huaj O, pse të soli që valgëtu Ai ajo ku jetojnë valë Ku janë ku bredit edhe ku A mos janë vyshkur dhe janë farë Mos i kjo lulja që kam këtu Duart Rokitjet janë pak kur je një njeri, po supozojmë që me mua ju kanë duart rokitur edhe shikuesit. Ne do të kalojmë sërish në publicitet, do të kthehemi në pjesën e tretë me të tjera gjëra dhe sigurisht edhe me këngë të bukura që Patjetër. Do këndojmë edhe këngë për vjeshtën, se jemi në vjesht. Patjetër, do t'i luani ju, do t'i performoni ju. Ne kalojmë publicitet. Your hair color is as beautiful as mom's back in the day. Long-lasting, intensive and caring colors. From Palette, Europe's #1 in coloration. Palette Intensive Color Cream for all shades of life. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Jack, Lori Cafe, Jack, Lori Cafe, Jack, Lori Cafe, Jack. Skip zbuloi sekretin për të gjitha llojet e njollave dhe me që i njohim aq mirë, ne kemi krijuar Skip Active Clean. Skip Active Clean ofron rezultatet më të mira në menjanimin e njollave të forta, fal fuqisë së tij të zbulimit të njollave. Skip Active Clean, partneri juaj kundër njollave të forta. Ruajeni në vende ku nuk arrihet nga fëmijët. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy
up, cool up. Nga të gjitha pamjet e mia, ndihem më e bukur me stilet natyrale. Tafti i ri Aloe Boost me aloe vera. Për stile natyrale dhe me pamje të shëndetshme. Schwarzkopf Taft Aloe Boost për çdo njërin nga ju. Sajos, dëshiron flok më të fortë? Sajos Keratin Care, performancë e lartë. Për të gjitha llojet e flokëve, shampo, balsam intensiv dhe mask, për flok më të fortë dhe më shumë shkëlqim, deri në 95% më pak koputje flokësh. Beson në fuqinë e keratines, për flok të shëndetshëm dhe të bukur. Sajos Keratin, kujtesi për flokët. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqizint me Dardanët. Bira Vatan na bashkon. Vatan, bira që na bashkon na ka rikthyer sërish në studio. Ndërruar shikues, ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftesë, me mua dhe në këtë pjesë të tretë vjen të jetë i ftuar Bledi Kaso, këngëtar. Bledi, dua të ndalem pak tek luku, sa i rëndësishëm është luku në festival, sigurisht që është shumë, në videoklip është shumë i rëndësishëm, po edhe tek Netët Live. Tek Netët Live kam gjetur një stil tënd që është. Po që është me të zeza, sepse ti performon, po i kam e në shkurta, sepse ti performon 3-4 orë live, që je duke kënduar, duke luajtur në kitarë, fillon edhe normale njeriu do djesite, e zeza është se kamufloni, përveç asaj kamuflon pak edhe kilet, kështu që. Kjo është luku. Në fakt duhet hyni në dietë se një këngëtar... Po, është pak regjimi që bëjmë i orëve të vona dhe zgjimi... Ju thatë pak me herët kur ndoqëm atë klipin sa i dobët kam qenë. Ja, po sepse edhe mosha. Kanë kaluar nga i klipi, kanë kaluar 6 vjetë, 7 vjetë. Po, kanë kaluar, diçka para pandemisë ka qenë. Po, para pandemisë, se ka qenë dhe ajo një pjesë mire. Po në festivale, kush kujdeset për lukun tuaj? Po, për fatë mirë kam bashkëshorte, që merret me gjithçka tjetër, unë merrem vetëm me këngën. Nuk merrem me asnjë lloj gjëje tjetër. Me gjithë lukun tuaj? Me lukun, me... Përshëndesim, bashkëshorten e kemi në studio. Po, Marinela e kemi këto. Faleminderit që bërni këtë pjesë. Edhe Marinela merret me çdo gjë që ekziston. Që nga rrobat që marrim nga shtëpia, akomodimet, hotelet, të gjitha. Unë vetëm sa marr mikrofonin dorë dhe këndoj. Kaq kam. Ja besoni asaj. Po, të gjitha. Edhe i bën me kështu me përpikëmëri, si të thuash, të gjitha në... Shte shpreja. Pasi buri sukses shumë, shihet një grua sukses shumë. Të shkon në hotele dhe s'të mungon asgjë nga shtëpia. Normal. Vetëm se valixhet i ngreu. Duhet kjo pjesë. Okej, kjo është e sigurt. Angazhimet në festivale, në festa, në... Po, angazhimet, po, këto janë angazhime... Pasur angazhime gjithmonë... Këto janë angazhime që janë personale, sepse angazhime nga... Po të shikosh, unë të përmenda disa festivale, disa klipe, edhe në Korçë s'ka marrë asnjë ftesë për të kënduar në qytet. Që në atë qytet, çdo fundjavë, atje ku performoj unë të paktën janë 200 veta që vinë nga gjithë Shqipëria. Është një atraksion. Bashkia Korçë duhet të dëgjojë dhe të reflektojë. Po, jo vetëm mua. Edhe po gradeci. Jo vetëm mua, por vetëm janë disa këngëtarë. Sepse kanë 2-3 të tyre të preferuar dhe pjesa tjetër, ju e dini shumë mirë sa këngëtar kanë në Korçë që këndojnë, edhe lokalet, edhe duhet t'i angazhojnë. Duhet t'i angazhojnë, sidomos në festë e birës, duhet t'kenë 2 këngëtarët korçarë. Sepse po të shikosh në komentet, thonë, ore neve vim që nga Tirana, po vim të dëgjojmë pak, të jenë 2 këngëtarët korçarë.
Pastaj shumë bukur që do ketë këngëtar tjerë, po aq më bukur dhe për ne. Sepse ashtu duhet, por në 5 net duhet tjetë, jo vetëm 2 këngëtar korçar në 5 net. Nuk më duket normale. Është ndërhyrje drejt edhe shpresojmë që jemi në ta rregullojmë këtë gjë, shpresojmë që ta rregullojmë dhe përzierjet e bashkisë. Po, sepse edhe këngëtarët që janë aty në Korçë marrin një tjetër satisfaksioni. Po, patjetër. Edhe vlerësime. Vlerësim, është vlerësim i madh i lirë. Nuk është puna vetëm monetare dhe është një vlerësim që ty s'ta jep qytetit tënd, nuk ta jap njerëzit duan që të dëgjojnë ty, njerëzit që janë të qytetit. S'ta jep mundësinë ata që merren me ato punë, nuk e di kush merret. Kushdo që të merret e ka gabim. Bledi, a ka një këngë që e konsideron si karta jote e identitetit artistik? Zemër mbi zemër thatë? Zemër për zemër, po, edhe kënga e festivalit që kam qenë vetë në festivalin e 62. Por këtë vit do bëhem me këtë këngë me festivalin e fundit. Duke se do t'i lekto, duke se do t'ashtë... Do mbetet dashuri e parë jo. Do shikoj si do dalë ajo. Shpresoj që... Edhe shpresoj që të jetë ajo. Të jetë ajo patenta ime. Jetë ajo. Cilat janë temat që të frymëzojnë shumë kur kudion krijon, këndon, Pejsazhet janë vjeshta, pranvera me ato ngjyrat e bukura, dimri. Janë stinet ato që njeriu merr lëkurën. Kryen dhe gjendje është pjesa e paralelizmit, e kuptoj. Ndjesia e natyrës, ndjesia e shpirtit. Fiks. Ashtu si që jemi edhe neve sot, për shembull, që jemi pak letrarë kështu në të folë, sepse është muaj i letërsisë. Po jemi ende në jemi në letërsisë, po dhe arteve. Po dhe arteve. Si shikoni skenën muzikore shqiptare aktualisht, momentalisht? E shikoj që do ndryshoj shumë për mirë vitet e fundit. Besoj se do jetë në nivelin ku ka qenë. Pra po jepet vend i merituar duke filluar me muzikën live. Po të shikosh nga provat që bëhen, që nga angazhimet janë shumë serioze. Besoj se do jetë shumë shpejt do jemi në nivelet që ka qenë më përpara. E kuptoj. Juve e keni ndjekur më përpara dhe dini më mirë sa unë, sepse unë nuk. Sa kohë të merr pjesa e provave me orkestrën e madhe të radio televizionit? Shiko, nuk të merr shumë kohë, por aq minuta sa ti bën prova ke një përqendrim total sa argjon sa të gjithë ditën vish zhurda. Po. Edhe aq minuta, 10 minuta që ti bën prova aty, argjon energji sa për gjithë ditën. Bledi, ti në të ardhmen çfarë synon? Një album, një bashkëpunim, apo ndoshta një videoklip, apo një skenë ndërkombëtare? Shiko, videoklipet nuk është se i kam shumë qef tani këto kohë të fundit, sepse për mua videoklipi më mirë është skena. Skena e një festivali, skena e një... Po, del atje, je live, atje është klipi më i bukur. Dhe sa këto klipet e tjera tani nuk i kam... Me gjithë të unë të uroj të kesh, për kënë të bukura... Po, patjetër që do kem, patjetër që do kem. Se janë trend i kohës. Patjetër që do kem. Dhe sa... Një album, një bashkëpunim, apo një skenë ndërkombëtare? Jo, do doja shumë një koncert. Ku bas disa vitesh kur unë të kem disa këngë të mija, të kem 20 këngë të mija. Kur të kem atë shifër këngës, dua patjetër që të kem një recital me një orkestër shumë të mirë, me një band shumë të mirë, live, ashtu si ishte ti face to face. Ta uroj. Ju e keni ftesën që tani. Faleminderit. Në radhën e parë. Mos haro. Në radhën e parë, po jo, patjetër. Synon të ardhmen edhe një skenë ndërkombëtare. Ju mund të keni prekur, koncerte... Basi të prek këtë recitalit, që besoj nuk është do një gjë e pa mundur, është një gjë që të mundësohet. Basi të kem këtë, pse jo? Pse jo, çfarë të vijë e mirë pres. Po deri tani keni performuar, besoj jashtë? Po, atjetër që kam performuar jashtë. Edhe me ansamblin,
Kam punuar se kam shumë ide që punoj me ansamblit. Pjesa ansamblit të Malishit, me Pallatin e Kulturës, me Dimitar Voskan. Fjala për repertor këngësh qytetare popullore. Qytetare, edhe këngë, edhe serenata, por edhe këngë qytetare. Ju e këndoni dhe këngën popullore? Po, patjetër. Zemra e lajfit. Ajo është gjë më e bukur që kemi ne si shqiptar. Pra keni performuar jashtë? Po, patjetër, dhe kur shkojmë jashtë me ansamblin, që performojmë këngët shqiptare, I lirë, më beso, kemi në të gjitha vendet që kemi qenë ose vendi parë ose vendi dytë, edhe të gjithë njerëzit ngrihen në këmbë të gjithë salla, ngrihen në këmbë për folklorin tonë që kemi për këngët qytetare, që kemi ne. Ngrihet gjithë salla në këmbë I lirë. Nuk e vë ndyshim. Më thënë ju keni prekur edhe s'kena ndërkombëtare. Po, është një emocion I veçantë dhe një gjë shumë e bukur që e vlerësojnë atë folk që kemi ne, që kemi shumë të pasur realisht. Sepse kemi këngë përmetare, kemi Ison Laber, kemi këngë dhe Veriut, kemi pa fund një mori, shumë të pasur, një kolor pa fund, kolor si që vjeshta këto kolore. Për pos angazhimeve në këto performanca me grupin artistik që ju përmendët, unë do ju uroja të keni performanca personale, si I ftuar, pëse ja? Shumë bukur, do ishte shumë bukur, për neve kemi shumë njerëz që janë në Amerikë, në Greqi, ambientet po janë shumë të bukura dhe shqiptar do të mirëprisnin. Nga kolegët kam dëgjuar që të mirëpresin shumë. E afërt edhe deri tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam qelluar në fund vit të vitit kaluar në Amerikë dhe ishte shumë kënaqësi prezenca e këngëtarëve shqiptar. Në këto live ishte shumë bukur. Më ka thënë kolegët në fakt që ka një mall, ka një kështu edhe mirëpresin shumë. Dhe unë t'i uroj edhe këto performanca mos të mungojnë ftesat. Le të vinë ftesat. Do ishte shumë mirë. Edhe nga kjo kujtesë që kemi. Do ishte shumë mirë. Faleminderit që e përmendë. Sepse po jo patjetër, ne tani jemi live në rrjetet sociale edhe kështu që ne ta uroj edhe për te kufive. Deri në Amerikën e largët, Kanada, në Australi, pse jo, ku ka shqiptarë dhe janë të etur për të dëgjuar këngët e vendlinjës, këngët shqiptare në tërësi. Në tërësi, po. Pash që ndëruat pendën, edhe ju pyeta që të shuhet kjo gjëja, pendë, po, sepse isha po luaja me gishta, po luaja me gishta. Po pse senzorët? Po, mendova thash të ishte më poetike kështu, të ishte më e butë tingulli, sepse me gishta është më I butë tingulli. Megjithatë ne, me që ju nxorët edhe mund të performojmë drejt fundit të këtij emisioni. Po do këndojmë një këngë për vjeshtën, titullohet E adhuroj stilin e vjeshtës, nga grupi Horizonti Blu, nga grupet të famshme korçare që ka bërë epokë për mendimin tim. Dua të këndoj për ju sot E adhuroj stilin e vjeshtës. Eke me kënaqësi. E adhuroj stilin e vjeshtës, bukurinë e saj, dhe gjetet kur bie nga pema, si të zona në faj. Sa më tërheq ky plazhi braktisu, zili më gjallë, kjo barke vetmuar me zalgës, shkon tek limani I saj. Sa e dua koloritin e saj, kur pikat e shiu një gjama trokasi nga da. E adhuroj sinën e vjeshtës, bukurinë e saj, dhe gjetet kur bien nga pema, si të zona në faj. Sa më tërheq ky plazhi braktisu, zili më gjallë, kjo barke vetmuar me zalgës, shkon tek limani I saj. Sa e dua koloritin e saj, kur pikat e shiu, pijama trokasit nga da. Në qiell qikoj
të bërë që era e levë edhe nga flokët, sot një vajze ja ka marrë. Të mendimet e mia nise drejtaj, nga ardësi ju përshëndesi edhe zojsh shtegëtar. Sa e dua koloritin e saj, kur pikat e shiut pijama trokasi radar. Të falenderoj Bledi, në fakt, ishte kënaqësi që të pata një ftesë. Faleminderit juaj. Edhe njerë publikisht të them edhe në emër të shikuesve, uroj që të mos jetë era e fundit kjo në Sot 7, që ju kem me suksese të tjera, me shumë kënaqësi, me evente të tjera. Me shumë kënaqësi, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi që isha me ju sot, edhe për publikun tuaj. Ishte vërtet kënaqësi. Shumë faleminderit. Mirë Bledi. Këtu kemi arritur në fund, unë po ndahem edhe me shikuesit në këtë moment, ju kujtoj që ky emision, si gjithmonë do të ritransmetohet nesër në orën 16:00, takimi radhës tënde tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë natë mirë.